Gjykata Supreme e ka anuluar vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për shkarkimin e Besim Kelmendit nga detyra ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Supremja ka vlerësuar se vendimi i KPK-s është i kundërligjshëm teksa ja ka kthyer lëndën Këshillit për rishqyrtim dhe rivendosje. Gjykata Supreme gjeti se vendimi i Këshillit Prokurorial është i kundërligjshëm, arbitrar dhe i pabazë. Është kontradiktor në vetvete nga fakti se ku mbështetet një vendim i tillë, baza ligjore, dhe kjo krijon pasiguri se si ka mundësi një organ i tillë të marrë vendime pa baza ligjore specifike dhe referuar në dispozita që nuk i japin autorizime të veprojë në formën dhe mënyrën se si ka vepruar, thuhet në vendimin e kësaj gjykate. Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se vendimi i Supremës konfirmon se në këtë rast nuk kishte mbledhje të rregullt që mund të merrë një vendim i tillë për shkarkim, derisa nënvizon se Supremja me këtë vendim tregon se si duhet të veprojë Këshilli Prokurorial në aspektin meritor dhe procedural. Lojmë se Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës ka nxjerrë një aktgjykim përkitazi me këtë çështje duke e anuluar vendimin e kundërligjshëm për shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, konfirmon ato që kemi thënë si këtë vazhdimisht se në rastin konkret nuk ishte quorum, nuk ishte një mbledhje të rregullt dhe nuk ishte një mbledhje nga e cila mund të merret asnjë vendim për fshirë dhe mendimin në rastin konkret. Dhe që vendimi i Gjykatës Supreme do thotë për te dispozitivit që anulon vendimin në rastin konkret dhe kthen atë në rishqyrtim edhe në meritat e tij, tregon se si duhet të veprojë Këshilli Prokurorial i Kosovës edhe në aspektin meritor edhe në aspektin procedural. Besim Kelmendi u shkarkua muajin e kaluar pas raportimeve që pretendojnë një bashkëpunim të tij në vitin 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut. Ai ka mohuar këto pretendime. Shkarkimi i tij shkaktoi polemika për lidhshmërinë e vendimit, pasi ai u votua nga vetëm 5 anëtar të Këshillit Prokurorial. Kelmendi u ankua në Supreme, pasi gjykata themelore nuk ja pranoi ankesën kundër shkarkimit.